Por ajo e cila është subhanallahu si këshill në veti, që unë dëshiroj ta ndoj së bashku me ju si vëllezër, është ajo e cila e porositi një herit një sahabi, njërin nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E duke i thonë atij, alejke bil masjid falzamhu. Edhe një ashtu ja dhuroi porosit të pejgamberit Allahut këtij, duke i thonë kapu për xhamin, shtëpin e Allahut xhelle xhelaluhu dhe ndjeke pasoja ata. Le të jetë xhamia shtëpia yte, për arsye se ndihet shtëpia e ti e bën ato të rahatshëm, i dhuron qetësi, gjen mëshirë dhe shpëtim. Cili del në mëngjes për të dalë në xhami, apo edhe kur del mbrëmje në xhami apo kur të kthehet, tha te Allahu xhelle xhelaluhu e gjen qetësimin, e gjen mëshirën dhe shpëtimin në ditën e Kiametit, të kalon dhe të shpëton nga rruga e siratul mustaqimit, sirati i cili do të jetë ajo ura me të cilën e njohim na si kalim për në xhenetin e Allahut xhelle xhelaluhu.